mbrëma të ndëruar shikues e ju adhurues të basketbollit, ethet e Progredit Superligës po vazhdojnë me ndeshjen e radhës, ndeshje ndërmjet Trepçës dhe Vllaznimit, tashmë kur gjithçka ka filluar të nxehet. Po i shohim skuadrat e fundit të tabelës që kanë momentumin e tyre definitivisht. Topi parë në duart e Jericho Helms, që luan 1-1 me njerë në shkuar deri në fund, dhimbik të para. Ndarje në gjysmë distancë, edhe njëherë Jericho Helms. Lona i rizit, Chet Brown, i rëshqetaj top të asyla, top të vjedhur niset në kundërshën, Jericho Helms. Pejnë nga gjysmë distanca, realizën për pikët e para të skuadrës së Trepçës. Texas Henry në anën tjetër nuk pason mirë, vazhdon pronësia të jetë në anën e Trepçës. Henry Lona i rizi gjuan për 3 pikë realizon. Reed, avërti Amzil. Ziggy Reed, 1-1 me Amzil, e fiton duelin. E marrin topin Gjago Varët, Warwick do të shkon deri në fund, realizon. Batën tuna. Amzil. Jackery Payne bukur lirohet, shkon deri në fund. Nga gjysmë distanca për të realizuar. Ati Koshi që do të gjuan për 3 pikë me të futur në loj. Kapiteni realizon. Aslanagic nuk shkon pasimi i tij. I gabuar për Dardan Kapitin në anën tjetër. Kundër sulm. Qerek i pari dominuar plotësisht nga Vllaznimi, vjen Tresha në anën tjetër për të përgjigjur. Skuadra e Vllaznimit do të gjuan për 3 pikë. Jericho Helms. Bukur ai top tek Dardan Kapiti. Super asistim. Hajrizi deri në fund, drillon Hajrizi. Kësaj radhe nuk është i sakt, Chet Brown lufton, por rëshqetaj top Helms me lëvizje të bukur vet, deri në fund realizon edhe njëherë. Jericho Helms drillon Hajrizi për të përgjigjur në anën tjetër. Helms. Samir Zekici realizon për 3. Samir Zekici ka presionin e Slanagici, topi shkon tek Atik Koshi që gjuan. Pika e 6 dhe treshja e 2, drillon Hajrizi për të përgjigjur. Nuk ka si të ndalet sonte, drillon Hajrizi. Deri në fund. Shohim që edhe njëherë bashkëveprimi i Aslanagic me Brown. I parë në këtë përballje, 41-41, plotësisht thehet në lojë Trepça. Ziggy Reed bukur shkon deri në fund. Jackery Payne. Dardan Kapiti edhe njëherë në sekundën e fundit të aksionit, por kësaj radhe është i sakt. Henry me larti në kërcim, bukur e shen në kundërshën, batën tunën që realizon. Është dalë mësojmë të zgjatur, Jackery Payne e gjen depërtimin bukur. Me mbrojtje shumë më të fortë ndaj tij, nuk po ja lejon ato pikë të lehta. Kajlet Mushic realizon për 3 pikë. Warwick. Dalet në gjysmë distancë, realizon. Kthen topin tek Mikajlet Mushic. Amzil gjuan në sekundën e fundit. Fenomenal në këtë aksion. Dyshja reprezentuese Teksa, Mikajlet Mushic.
me treshën e radhës e prete dhe Drilon Ajrizi me një përshëndetje. Me njerë për vjen dy vishimi. Warwick heziton gjuan parën, por arrin të realizon. Se ki që të gjuan për tre, nuk është i sakt. Dhe topi në duar të Helms që realizon. Payne ndalet në gjysmë distancë për të qëlluar edhe një herë. 13 pikë të Jackery Payne. Warwick do të gjuan për 3 pikë. Helms gjuan për 3 pikë. E kësaj radhe u vënua Henry. Henry deri në fund. Ziggy Reed gjuan, do të realizon. Warwick gjuan për 3 pikë, edhe një herë qëllon. Reed, Ziggy Reed shkon deri në fund, realizon, dalet me personale. Jackery Payne dalet e kthen topin tek Mikajlet Mushi, divizje e bukur mashtrese, gjuan për 3 dhe i zgjidh problemet. Warwick e realizoi një treshe paraprakisht, edhe një herë është i sakt. Warwick do gjuan edhe një herë për 3 pikë, edhe një herë është i sakt. Warwick edhe një herë do të gjuan për 3 pikë. Çka themi njeriu i momentit? Jackery Payne gjende bërtimin bukur deri në fund. Jackery Payne. Mikajlet Mushic, kur i duhet skuadrës për mbrojtje të mirë, i ka 4 personale dhe sheni Marcus Warwick. Teksa Amzil e ruan topin. Jackery Payne, lëvizje fenomenale, nuk qëllon, por vjen Dardan kapiti çka huqi Payne. E nga plani i dytë, Dardan kapiti për ta vazhduar dramën. Në Shaninushi në Gjakov, 83-83. Helms do ta merr përgjegjësinë me gjas. Jerry Cole Helms. Helms do të gjuan në sekondën e fundit. Jerry Cole Helms shpërthen atmosfera, do të rishikohet edhe njerë. Jerry Cole Helms është heroi kësaj përballjeje me atë realizim në sekondën e fundit.